mori kohje tjetër jeta jote? Po, në moshën 15 vjeqare unë veç se u martova. Në moshën 16 vjeqare unë veç e ambonon. Edhe anë këthi filloj dikun 6 muj mas lindjes. Simptomat e para, sa që nuk kisha një uri për anë, këthin s'kisha dëgjun e herë për ta, simptomat, edhe nuk i di që po ndodhë me mu. Ja fillova mu mbyllë në vetë vete, si e mori vendimin për martesën, Gjida? U takuat, ishit në një shkollë bashk, apo? Jo, kje ka ndodhë kej diçka me kësi tradicionale me mësite me kështu. Jo që im taku. Po, fati dhe ishte ashtu, u martu me vari, edhe motrat i kam të martu me treja. Pra, një martes me mblesri, pra me shkuesi, me mësitni që i themi ne. Ishe ti e pajtimet, sa do e rejnë në mosh? Na jemi rrit me një familje që na kritë vajza që ka i kem, të rejthit e të familjes na martu me treja. Krejt ashtu. E kem, me shkujt pak ma të vjetër, martu po na femrat i na martu shumë treja. Edhe motrat, edhe qikat e agjes, e krejt. Pra, nuk ishte dikush në familjen e juj që s'ishte dakord që ti ishe veç 15 vjeqare dhe të martohesh? Jo, ishte diçka këtë normale. Më martu treja, nuk ka kohë diçka interesant. Edhe gjena martu treja, në 16 vjetë që u bona nën. Vazhdove shkollimin të pak të në një form, apo u... Pa ta ndërprej në gjimnaz, edhe fillova tani pak vite, ma vënë fillova me do kurse, me... A të kam bet peng për asaj periude? A jesot pishman për këtë vendim? Shkollën e du shumë, edhe me këndo që të ri, sot që janë të rini, ju thamë shkollën du në shumë, vazhdojnë mos e ndërprejni. E kam mit pik për jetën. Shumë e kom dash shkollën, po ashtë ishtë rëthonat edhe dash me ndërprej. Kur nuk është vonë, ka qenë bashkëshorti, ose si e keni ndërtu ju raportin e ju i me kalimin e viteve? Atë sugjeron të ndonjëherë që këthe ju edhe shkollimit, se nuk është vonë, mund të rinisësh, ka plot raste që zonjat edhe pas të 30-ave i kthehen shkollimit? Nuk është që e kena diskutu në herë këto, ose nuk është që e kom të regu në herë që e kom pik shkollën. S'kom dasht me bo më një keq apo diçka. Po pëse me unë i keqë, shkolla, ti vetë po thu që zotri ju ja sugjeron? Po, edhe a i kishte qashtu rëthonat me familjen, edhe sa në nuk është që kom mujtë me vazhdu. Më përmende krahas martesës, përmende që je bunon edhe në një moshë të rej, 16 vjeqare. Si e përjetove, si e prite ardhja një jetë të fëmijut, sa ishit ju të dytë të gatshëm, a keni shumë diferencë me bashkëshortin në moshë, apo? Po, nuk ka që kemi diferencë, po me të thonë drejtin isha pak sa e përzime, sa e lumëtër, sa me frikë, që do t'ja dalë, atë di më kujdes për ta, po mendimin e familjarëve tjerë, ja dola shumë mirë.